Vllaznia nuk i ndal as Tirana, ku Çeblut morën një fitore të rëndësishme në klasike duke fituar 3-1 ndaj Bardhë Bluve. Golit Tabeku për Tiranën ju përgjigjen shumë shpejt Iago dhe Bale që në pjesën e parë, ndërkohë në dytën ka statin e penallti, volosi fitoren për vllaznin pas ndeshjes trajneri Di Martini. U shpreh se kjo fitore ka shquar më tepër se të gjitha ndeshjet e tjera. Më ka shiju më tepër se të ndeshjet e tjera. Jo për faktin sepse ishte loja ndoshta më e mirë, por sot ka dalë në pa aja që ju kam kërku që është në ditën e parë që jam trajneru shpirti, garës, karakteri djemve, që është notat maksimale, bravo i qoftë, zemër, shpirt, karakter, mimje një tjetërit, me të vërtet, sa t'jam i mushë. Ne jemi në fazën që na duhen pikët. Në klasikja, normalisht që është një ndeshje që është mu shiu, kishte gola, kishte emocione, thash, lujtëm, pësum një gol, 10 minutë e para, nuk e gjetëm vedim, karakterit djemve bani që ta këthejmë 2-1, në pjesën e dytë, Katela Kuqe na bani shumë dam me thonë drejten, por jo edhe krejt dam, sepse rujt me Kallakon, rujt me Murata, nuk i fut me në loj, janë e zorë me tjetër se fut me në loj, se jo që dhe keq, që në bëhë keq. Lujt me mirë, arritëm me shënu dhe golin e tretë, nuk ashtë se Tirana kishte raste shumë që përna vete, po çagullot e topin, po djemë bane një murë pakalushëm dhe bravo që. Una buona partita all'inizio di gara. Kemi bërë një ndeshje të mirë në fillimin e lojës, kaluam në avantazh. Esatto, il primo tempo la parte centrale aveva fatto 2 gol. Patëm probleme pjesën e parë në mezën e fushës dhe morëm 2 gole aty. 2 gol molto belli da parte loro, però il secondo e il primo tempo era evitabile, secondo me. 2 gola shumë të bukur nga vllaznia, por goli i dytë ishte i evitueshëm. Il primo è imparabile, il secondo è da evitare. I pari ishte i pa finito bene. Mund ta menaxhonim, ndërsa i dyti mund të menaxhonim. Abbiamo finito bene il primo tempo. E mbyllëm mirë pastaj pjesën e parë. Dove le occasioni vanno sfruttate. Por nëse nuk shfrytëzohen rastet normalisht risultati. E poi nel secondo tempo è ovvio che quando una squadra ha un in meno ha meno spazi. Ndërsa pjesën e dytë kur kundërshtari ishte me një lojtar më pak, sigurisht hapësirat mbyllen, por prima del 3-1 comunque ha avuto Bori 2 occasioni. Përpara se ndeshja shkonte 3-1 kishte edhe Boris 2 raste shumë të mira, një me kodë dhe një tjetër. Dhe mund ta ndryshonte komplet rezultatin e ndeshjes. Edhe sulmuesi Bekim Bale tha se fitoren e Tiranës shijon. Normalisht fitoria shijon pasi rëndësi kanë 3 pikët, pak rëndësi ka ke përballë, por që gjithmonë me Tiranën ka ndoshta një rivalitet veçantë. Nështë një ndeshje që nisi jo mënyrën më të mirë të mundshme për ne, pësum gol, nështë ato minutat e parë nuk ishin më të mirë, por që arritëm të kthejmë, të shënojmë dhe arrim të kthejmë që në pjesë parë rezultatin. Pastaj pjesa tjetër që mos daljes me karton kuq, nështë ishte menaxhim i mirë në ndeshjes dhe shfrytëzuam një mundësi tjetër për çfarë. Në skuadër përballet me Tiranën, përjetohen ndryshe, kështu që të drejtën fitore që vitet e fundit na ka shiu shumë, pasi kemi arrit marrim rezultate pozitive në tyne, por që në fund është thjesht një 3 pikë. Besoj të shënoj 20 gola me penallti, edhe vllaznia shpallet kampion. Pak rëndësi ka për mua si shënoj golat janë gjithmonë me vlerë për mua. Me këtë fitore vllaznia vjonte kryesore renditjen pas javës së 8 të kampionatit me 19 pikë.